Presidenti Ivanov dërgoi një letër drejtuar njerëzve të parë të BE-s, NATO, si dhe presidentëve të SHBA-s dhe Turqisë, me të cilën, siç thuhet në kumtesën e lëshuar nga kabineti i tij, do që të njoftojë ata me situatën aktuale në vend. Ai kërkon nga ata që ta dënojnë dhe të mos e pranojnë atë që ai e quan platformë tirane dhe mendon se kjo është mënyra e vetme për dalje nga kjo gjendje në të cilën ndodhet vendi ynë. Sekretari i përgjithshëm i OSBE-s Lamberto Zannier nesër dhe pasnesër do vizitojë Maqedoninë. Zannier në 1 mars përmes rrjetit social Twitter shprehu shqetësimin e tij për shkak të vendimit të presidentit Gjorgje Ivanov për të mos ia dorëzuar mandatin për formimin e qeverisë së re liderit të LSDM-s Zoran Zaev. Sot rreth orës 4 të mëngjesit, 4 persona të maskuar kanë hedhur një shishe molotovi mbi Muzeun e Alfabetit Shqip në Manastir. Incidentin e vërtetoi edhe drejtori Nuer Arslani edhe SPB Manastir. Sulmuesit janë regjistruar nga kamera e vendosur në këtë objekt. Regjistrimi është dorëzuar policisë në Manastir.